në Real People. Takojmë edhe sot bashkë në episodin e radhës për të bërë një intervistë shumë të këndshme. Për një personazh që ma zuri syrin rruga, pra duke vozitur ne për të kthyer në qytet, donim dhe pak zaron fshati. Dhe mes tyre del dhe mbin si një zambak Astridi. Astridi i cili mbi emrin e ka Kashari, me origjinë është nga Kashari, por me breza është i rritur këtu. Ju do thoni ku është këtu? Si quhet ky fshati? Kasharaj. Kasharaj. Ky fshati Quhet Kasharaj. A ky është Kashari? Kashari, po. Po ti je nga Kashari i Tiranës. I Tiranës. Tiranë, rri këtu prej 200-300 vjetëve. Si ka mundsi? Po ikur shpejt. Ikur shpejt me fjalë gjyshrit. Arsyeja nuk dihet pse kanë ikur. Për çfarë dyshon ti vet? Po lëvizje kështu me fjalë më tepër ekonomike. Ekonomike, se im gjysh këtu. Kur ka ardhur, i ka bler tokat. Shikon teknik të tokë këtu. Po. Kjo është toka jotja? Kjo është toka ime, Razana Rruari, ka sa 3 hektar tokë, që unë sot nuk marr asnjë lloj kompensim. Kjo. Në shtrohet rezervarit për 45 vjet, unë s'marr asnjë lloj kompensim. Do thosh ti ore, ti vetëm je? Jo. Njerëzit, pjesa më e madhe me fjalë njerëzve të ka vdekur. Kam një vlla, me fjalë, pjesa tjetër kam vdekur. Babai vdiq, po gjyshi po. Pra fshati quhet Kasharaj. Kasharaj. Po pse me këtë emër? Sepse kjo mendoj do të lëm historistë, se di pse, por që me qesë fshati Kasharaj dhe mbihemi Kasharaj. Gjitemi lart çuna të shohim pak sepse Astridi më tha që është një nga pamjet më të bukura. Po, është pamje e bukur fare. Shumë e bukur Astrid? E rrallë. Mund të përkashi liçenit artificial Tiranës. Është Vesës nuk ka park. Po të kishte park? Po. Po të kishte park. Vetëm se Astrid ti e paske hapin të shpejt. Po. Më prit mua se më rëshkitën mua këto. Po shikoj. I kam me kuadrata. Ti ke me kuadrata. Po unë çuna ti kam shumë heronj në xherime. Dhe mbajnë kamerën dhe ecin, tani po urzuam, do urzohemi ndonjëherë se ti ke vetëm këto 2 lop? 2 lop. 2 lop, ë? Kjo është ekonomia ime. Marr 100.000 lekë pension. Sa? 100.000 lekë. 100.000 lekë pension? 100.000 dhe 100 lekë brava. Po. 100.000 lekë. Çfarë do bëjmë me 100.000 lekë? Sikur më thot njëri more. Mi jep atë lopë ti, po ti jap tani vend. Por nuk di se ku të shkoj. Çfarë do bëj? Ku do vete? Pse nuk të pëlqen që rrinë lopët? Jo. Tani ti kushtohem 2 lopëve. Mos marr asnjë gjë të fus në xhep. Paguja e qumës 1500 lekë. Çojmë 5 paguja e qumës më 7500 lekë. Për 30 ditë, për 7 ditë bie 200.000 lekë. Qofse shitet, po s'u shit. Merë bjerë djathë. Djathë kush do haj? Kush do haj djathë? Kush do ka shumë djathë? Djathë shitet. 6.000 lekë kilja nuk shitet prap. Në fjalë, tu ish për të gjykuar herë para. Ish për të gjykuar. Asta ne varet nga shumë gjëra pastaj. Ekonomia, njerëzit s'kan para. I vjen rrotës pagues qumshit ai, do më japësh kaq sa ai? Jo ka shumë. Do më japësh kaq sa ai? Detyrojmë ja japin se Sa ka qenë çmimi më i lirë që e ke shitur paguren e qumshit? 600 lekë. 600 lekë paguren e qumshit. Vetëm që ta hiqe qafa. Po, 600 lekë. E kemi shit paguren e qumshit. 600 lekë nuk bëndej më shumë bëndej paguar ujë se sa ai paguren e qumshit. 600 lekë. Unë kam 30 vjet që shes qumës. Me fjalë. Me këtë zanatje ma. Kur ka qenë koha e artë që ke bërë para? Po. Ka qenë 94 dhe në 2004. Nuk pyshte e tregtarit, ose sa ishte do mate me kaq, hidhen makinë. Mora ato 5 lekë, bara ato shtëpi ka shku 40 milion lekë. Kjo shtëpia që ke bërë poshtë, 40 milion lekë në atë kohë? E kam bërë unë me durët e mia, se mos ta. Edhe e ke punuar vetë shtëpinë? Po, murin e kam punuar vetë me çatime që shikon deri në fund. 40 milion lekë. Qesh pa lekë, ngele po pa lekë se mori shtëpi. Kaq. Po shqyr, kam ato kalamaj mirë, janë vetë mirë me gjithë grua. Ti punove vetë për një shtëpi? Po. Po si ka mundësi në ato vite u bë kaq shumë para? Ja, shikotani. Ndryshojnë sa gjëra në atë kohë. Jo si në këtë kohë, ndryshojnë sa gjëra në atë kohë. Pse? Po nuk ishin këto, leku ishte qiks më lartë, paraja ishte qik më lartë.